nuk e kanë njoft mirë kush është. Faktikisht ata janë konë dhe luftetar, nuk e kanë respektu sa ai ka mendu, edhe sipas dëshmive që i ka sjell Rustem Rugova në një libër për Istogën, ma vonë pas disa ditëve Miliç Kersta u hakmerr në ata Rugovas për shkak se nuk e kanë respektu. E këto nuk kanë dashur edhe tjertë me përjetu. Përmenden shumë raste ku për shembull përmendet që ja kanë vrarë vllaun, një vlla që u konë bari, vlla jo u konë me aftësi të kufizuara, ja kanë vrarë në bjeshtet e Istogut, për shkak që ati vlla që ja kanë vrarë, i ka vrarë 60 vetë në Istog, në fshatrat e Istogut. Pastaj përmendet në Gjakov që ka vrarë shumë njerëz, ka vrarë në për Ndrenic ka vrarë shumë njerëz, ka vrarë Kapeja, në fshatrat e Pejës ka vrarë shumë njerëz. Përmendet se si vetëmin djalë ja ka vrarë një nane që u konë të e prit djalin më i shku të shtëpia me kerë me kali që në konë atëherë, ose më zgabofsha me kije, nuk për dita sigurt, u konë të shku të shtëpia edhe për me provu pushkën, Miliç Kersta, thot të gjuja për qellaj. E vret djalin e vetëm edhe ja qënë të shtëpia vetë ja qojnë, bashkë me bashkëpunëtore, i thoi nanës që ta kemi vrarë vallai se deshta me provu pushkën. Tashti nëse filloj mi përmend krejt këto dëbëmat e Miliç Kerstës, atëherë du të më shku edhe një stëgë me arzu edhe varrin që e ka aty, për shkak të merë që mundet muna sjell edhe sot. Po këto e ka vrarë Selman Kadrija, këto e ka vrarë. E ka vrarë kë, nuk e ka vrarë kërkush tjetër. Ka pretendime që dikush tjetër e ka vrarë, po që nëse i pyet kush pra, e ka vrarë nëse jo kë, thoj nuk e di. Në histori nuk ka nuk e di. Në histori nuk ka në këtë mënyrë, filozofi, në sociologji, mund është më thonë menim tonin, ama në histori du të më pru dokumente, ose fakte, ose akte, dëshmi, po. Kështu që, kjo është për arsyeja se pse e quaj hero, edhe e dyta është, e përmend edhe vetë për shkak të përsekutimit që i kanë bo. Kjo është që ajo më ka bo që me qujt hero, për shkak se edhe fundja nuk ka kërkush heq prej popullit shqiptar që e përsekuton, ndoshta ma shumë se sa që e përsekutojnë në Istog. Pse nuk mujmë me thonë, nuk mujmë me ditë, po që askush nuk mundet me ja vjedh veprën e tij që e ka bo. Ai e vrau, ai e mor përgjegjësinë, edhe ai fundja edhe jetën për këtë vepër që e ka bo. Për këtë akt, në këtë rast, për të shpëtuar gjithë shqiptarët, të cilët kanë qenë një farforme në rrezik nga personin fjalë. Mirë, çfarë dëshironi që lexuesi të merr si porosi nga ky libër, edhe krejt për minutat e fundit, kujt i dedikohet? Lexuesi duhet ta lexojë me vëmendje, për shkak se aty nuk është vetëm historia e tij, aty janë edhe këngët, të cilat janë të kombinuar shumë mirë, janë dikon 3 këngë mos gabofsha që janë ose 4, janë edhe të